Ora po vjen dhe këtë herë sinqerisht po duket flak. Shar Travel e ka hapur sezonin 2026 nga Durrësi dhe po dihet që kjo verë ka me qenë ndryshe. Jo vetëm për ofertat, por edhe sepse po festohen 30 vite eksperiencë. Vera thërret, Shqipëria të mirëpret nuk është vetë slogan, është ftesë reale për pushimet që i ke mendu gjithë dimrin. Durrësi, Golemi, Mali Robit, vendet të njohura, por këtë verë edhe më të mira. Hotele për reati, resorte për qejf dhe pushime pa stres. Me oferta promocionale për festat e Bajramit, zbritje deri në 30% për 30 vjetorin dhe benefite ekskluzive për diasporën, ky sezon sjell mundësi më të mira se kur për pushime ideale. Po e nisim zyrtarisht sezonin këtu në Durrës, në resortin turistik gjigant Bonita. Në të njëjtën kohë ne po hapim edhe fushatën turistike Vera Thret, Shqipëria të mirëpret, ku së bashku me Shar Travel, agencionin mbar shqiptar të udhëtime dhe paketa turistike, do të bëjmë më të mirën e mundur për shqiptarët e Kosovës. Me brigjet e Durrësit do të vazhdojmë promovimin dhe do të kemi përveç brigjet e Durrësit edhe destinacione tjera turistike për të promovuar, siç është Vlora, Saranda, Ksamili, gjithashtu Shëngjini, Velipoja e Ulqini. Dihet se me afrimin e festës së Bajramit ne kemi dalë me ofertat promocionale, ekonomike, pikërisht në ditën e verës ku bëhet ndryshimi i madh, ku këto ofertat përveç se janë oferta ekonomike janë edhe oferta speciale, të cilat mund të rezervohen me Shar Travel në të gjitha destinacionet turistike, po me theks të veçantë pikërisht në Bonita Resort përmes Shar Travel, qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të rezervojnë paketa turistike me konceptin all inclusive, ku kuzhinat janë me staf ndërkombëtar, posaçërisht të ardhur nga Turqia, ku Turqia nifet ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë të shërbimeve dhe të kulinarisë. Ne jemi këtu në Prestigj, në vazhdimsi të bashkëpunimit tonë, e thatë të dheu kemi kaluar të një dekadë bashkë në bashkëpunim, është një prej vendeve më të mira me hapësirën më të madhe gjelbëruse, jo vetëm hapësirën më të madhe gjelbëruse sepse jemi në mes të pishave, por ka edhe pishinën e cila është furnizuar me ujë të detit, ka edhe 3 pishina tjera, ka edhe aquaparkun, kështu që është si destinacion mbi 4-5 hektarë nëse nuk gaboj, që do të jetë në dispozicion të gjithë pushuesve. Është kënaqësi veçantë që unë sot kem në Hotel Bleart zotin Rurzi Kurtishaj, një partneri im i shumë i vjetër, rreth 20 vite, për më shumë se 20 vite në treg. Kemi bashkëpunuar me hotele të ndryshme, por ka ardhur momenti që sot prezantojmë Hotel Bleart, një nga hotelet e kompanisë sonë. Kemi filluar këtë punë bashkë këtuja 20 vite më parë, kur në Durrës ka pas shumë pak hotele turistike që kanë mundësuar një akomodim të mirë, por sido që të jetë, kjo përvoja jo 20 vjeçare ka arrit edhe sukseset e veta, që sot në ditën e verës në Durrës ne jemi bashkë prapë në Hotel Bleart, një hotel i standardit e 4 yje, me një pishinë olimpike, e cila realisht në këtë modë të bukur tregon edhe për një fillim të mbarë të sezonit turistike. Dhe krejt kjo, në kuadër të 30 vjetori që ne kemi këtë vit jubilar të punës si Shar Travel, mbushim 30 vite. Jemi këtu në AMH Hotel, i cili realisht është një bashkëpunëtor i ynë, ku ne punojmë me AMH edhe verë dhe dimër, ku është jashtëzakonisht i pëlqyer sepse është shëtitore këto afër, është ambienti edhe i qytetit, por dhe anën tjetër kemi nga mbrapa edhe pamjen e detit.
30 vjetorin që ne festojmë këtë vit të punës tonë në turizëm, kemi lansuar oferta turistike për pushuesit tanë që të fillojnë tash rezervimet deri në fund të marsit, deri në 30% zbritje. Kjo është falë bashkëpunimit dhe mikpritjes nga ana e FAF-s. Gjithashtu deri tash qytetarët e Kosovës, gjithë ata që kanë qenë në FAFA Resort kanë dëshmuar për mikpritjen, për ushqimet e mira, për pastërtinë e hotelit, për plazhet e mira dhe siç po shohim këtu me mediat, ka shumë qytetarë të Kosovës, po jo vetëm Kosovës, por nga troje tjera që sot gjenden bashkë me ne në FAFA Resort. Jemi në Rafaelo Resort, stacioni parë i shqiptarëve të Kosovës drejt Bregdetit Shqiptar, Veriuj i Shqipërisë është pika e parë ndalesës. Është kjo mirë shumë për qytetarët e Kosovës, përveç kësaj, për diasporën është shumë e rëndësishme të potencohet sot, që ata deri me datën 30 mars për rezervimet e hershme do të përfitojnë 10% nga çmimet bazike.